Një nga projektet më të mëdha infrastrukturore për veriun e vendit, Porta e Alpeve, është miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave, duke hapur rrugën për një paketë investimesh prej 100 milion eurosh në qarkun e Shkodrës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi bëri të ditur se programi synon transformimin e zonës në një nyje të rëndësishme lidhëse midis Alpeve shqiptare dhe Bregdetit Adriatik, me fokus zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në përmirësimin e infrastrukturës publike. Kemi një vlerë 100 milion euro që shkon për atë që quhet Porta e Alpeve, qarkun e Shkodrës, në lidhje me projekte infrastrukturore të natyrave të veçanta. Çfarë konsiston? Programi dhe marrëveshja ka disa komponent, ku komponenti i parë ka të bëjë me rehabilitimin e shesheve urbane, rikonstruksionin e bulevardeve dhe qendrave multifunksionale, duke i dhënë hapësira më të mira qytetarëve të gjithë qarkut. Komponenti tjetër ka të bëjë me investime infrastrukturore në akset që lidhen Bregdetin e Velipojës, liçenin e Shkodrës, lumin e Bunës dhe pjesën e Malësisë së Madhe dhe pjesën e Alpeve. Komponenti tjetër shumë i rëndësishëm ka të bëjë me investime në rrjet kanalizimesh dhe ujësjellsi, si dhe pjesët që lidhen me transportin urban, por edhe gjitha ato elementet turistike për menaxhimin e ndotjes urbane. Financimi i projektit do të realizohet përmes një marrëveshje të përbashkët. 50 milion euro do të mbulohen nga Banka Europiane, ndërsa 50 milion euro do të sigurohen nga buxheti i shtetit.